من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد أما بعد gjithë hamdi, falënderime dhe lavdia e plotit e kanë të madhit Allah te baraka wa taala, salate dhe selame I dërgojmë më të dashurit ton, më të madhit pejgamber Muhammedit ton të dashur alayhi salatu wassalam. Të dashur dhe shumë të respektuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me lejen e Allahut fuqi plot, nga sonte po e fillojmë një rrugtim të ri me një libër të cilët Allahu te baraka wa taala I ka dhënë shumë bereqet e mirësi e prani diku afërsisht 8 shekuj deri sot ku po flasim. Siç jeni njoftu, do t'i lexojmë hadithet e librit Riyadus Salihin nga autori Imam Neveviu. Ti them një 3-4 fjalë lidhje me këtë burr të madh, me këtë dietar në mesin e ulemave, Allahu më shiroft, ani pse para 3 viteve kur e kemi lexuar librin e tij 40 hadithet e Imam Neveviut, kemi fol për këtë burr të madh. Megjithatë, Imam Neveviu ka lind në vitin 631 të Hijretit dhe ka vdekur në vitin 675, 45 vjeçar ja ka dorëzuar Allahut shpirtin, e ka pas emrin Yahya, kunjen e ka pas Ebu Zekeria, lakabin e ka pas Muhyiddin, nuk është martu, ka shku te Allahu I pa martum, ka lindur në një fshat apo në një krahin, rajon të quajtur Nawa, dhe Imam Neveviu e ka marrë prej vendit. Nawa është në Harran, në Damaskun, në Shamin e sotshëm. Ka lindë dhe është rritë në një familje që diturisë dhe Kur'anit dhe hadithit pejgamberit a.s. I është dhënë rëndësi të madhe. Baba I tij ka qenë hoxh, e ka mësu Kur'anin pa I bë 10 vjet përmendsh, dhe pastaj është largu prej vendit vetë dhe ka shku në Damask, nga se Damasku gjithmonë dhe çdo herë prej kohës së Muavijes radiallahu anhu deri sot, për 1400 vite e më shumë, Shami, Damaski ka qenë vend I dijes, I ilmit, I ulemave, njerëzve të mequr, njerëzve të mëdhej, me miliona e miliona dashamir të Kur'anit, e të fjalës të pejgamberit alayhi salatu wassalam, e të shariatit, kanë kalu, e kanë mësu, e janë eduku në Damask, por edhe përtej Damaskut. 12 mësime në ditë I ka pas. 12 mësime në ditë I ka pas në lëndë të caktuara. Më lejoni me ju tregu një ngjarje interesante nga jeta e tij. Një ditë del në pazar edhe e sheh një libër të mjekësisë, libër I njohur, emrin e ka pas Kanun. Edhe e merr edhe thot, fillon me lexu, ambicioz, I etur për dije. Edhe thot, popona doktor, masi që kish mësu Kur'anin përmendsh, masi kish mësu shumë disiplina dhe shkenca fetare në shumë lami, në shumë profile, që ka thot këtash, fa adhlama qalbi, thot ato ditë sa e lexoja këtë libër, e studiojsha këtë libër, e më shkoj mendje mu bo doktor, nuk du dikush me keq kuptu këto. Thot mu ersu zemra, mu ngushtu gjoksi, pse u largova prej Kur'anit e prej fjalëve të pejgamberit alayhis salam. Thot edhe vendosa një ditë
masi nuk u ndisha mirë, i shqetësum me dalë në pazar me shit librin e mjekësisë. Fa anara qalbi, ma pushtoj prap zemrën drita e Kur'anit, drita e fjalëve të pejgamberit alayhis salam. Thot dhe prej atij momenti kur nuk jam bë pishman, edhe e kam vazhdu rrugtimin tim. Sa pak ka jetu, nga se ja ka dorëzu Allahu shpirtin moshë të hershme, kalon pas vetit një numër të madh të librave, subhanallah, që janë, nëse na tash kena me i numru, dalin me dhjetra vëllime. E ka komentu koleksionin e haditheve të vërteta të Imam Muslimit, disa vëllime. E ka komentu dhe ka shkru një libër të madh në fikhun e medhhebit Shafii, se ky orit edhe e është eduku në atë medhheb, pastaj është bë imam që i ka njoft të gjitha drejtimet juridike dhe të gjitha medhhebet. Këtë librin ton që e kemi zgjedhur, Riyadus Salihin, e ka shkruar një libër që ka të bëjë me shkencën e hadithit, thirrët Tahdhibul Asma. Pastaj e ka shkruar një libër tjetër në fik, Rawdatut Talibin, krejt disa vëllime. Pastaj e ka shkruar një libër prap tjetër në fik El Minhaj. Pastaj e ka shkruar një libër cila duhet të jetë edukata e muslimanit me Kur'anin dhe cilat janë ato normat etike, kodi moral kur e lexon Kur'anin, kur e kap Kur'anin, kur e mëson Kur'anin, kur ja mëson tjerëve Kur'anin, et-tibyan fi adab hamalatil Kur'an. E ka shkruar një libër cilat janë lutjet dhe dhikri më i dashur tek Allahu, ku i ka përmbledh të gjitha lutjet e pejgamberit në gjendje, momente dhe situata të ndryshme. Libri quhet El Adhkar. E shumë libra tjera Allahu e mëshiroft i ka shkru Imam Neveviu, që të gjithë kur folin për jetën e tij habiten edhe thojnë kaq pak ymër Allahu i ka jap, e kaq shumë trashëgimi të madhe i kalon fesë islame. Para se me i ardh e gjeli edhe me adurzu Allahut shpirtin, ka shku me vizitu Bejtul Maqdisin, Kudsin, Mesjidul Aqsan, u shku edhe u fal në Mesjidul Aqsan Quds. Allahu e pastroft prej zullumçarëve atë vend, ja Rabbel Alamin, dhe kur është kthy në Damask, ja ka dorëzu shpirtin Allahut te baraka wa taala. Imam Neveviu e ka shkruar këtë libër Riyadus Salihin, plot hoxhallar në vendin ton, por edhe në Shqipëri, në Maqedoni, në vende tjera, e kanë lexu këtë libër, i kanë lexu hadithet, i kanë interpretu, i kanë komentu. Unë mos mendoni që unë kom e bë namin asnjëherë. Nuk do të them diçka më shumë se sa që kanë thonë ata, por ndoshta më pak se që kanë thonë ata. Por tash kur do ta lexojmë parathanjen e Imam Neveviut kur ka vendosur me shkruaj këtë libër, keni me pas rëndësi të madhe ka, jo më dal një 4-5 fika. Para se mu ndal te parathania, është më rëndësi për ju këtu e një krejt 3, për jashtimisht agjen aty që e kemi, për herë të parë, në gjuhën tonë, ky libër i bukur, ky libër i mrekullueshëm, ky libër për plot dobi e mësime, është përkthy në gjuhën tonë vitin 1993. Pasha Allahun e madh. Para se mu botu ky libër, e kena një xhamatli dhe një vllad vjetër, e ka emrin Bujar Krasniqi, kush e nje, kush se nje, punon në gjykatën tonë themelore. Ja e pat marë Riyadus Salihin në gjuhën bosnjake, hala e kom fletoren në shpi, mi përkthejke hadithet në gjuhën tonë, se kom ditë gjuhën bashmir, bosnjakisht sakt. Bujar Krasniqi, se ky libër i ka mbi 2000 hadithe, e përkthejke. Kur o dal ky libër, Allah e din çfarë gëzimi i madh u kon në mesin e lexuesve dhe dashamirëve të hadithit pejgamberit alayhis salatu wassalam.
Hoxha Bekir Halimi në Shkup ka jep një kontribut të jashtëzakonshëm, i cili e ka ndihmu edhe përkthimin, edhe botimin, edhe shtypjen, edhe shpërndarjen e këtij libri. Alhamdulillah. E pastaj ky libër tash viteve të fundit është përkthy edhe me komentet ulemave, e në mesin e komenteve të ulemave që ky libër është përkthy në gjuhën tonë, është edhe komentimin që ja ka bë hoxha i madh, Allahu mëshiroft, Muhammed Salih ibn Uthaymin, Sheikh ibn Uthaymini, dy vëllime të trasha, nashta dikun jonimi i faqe, që është kishte qenë mirë gjithkush për juve këtë libër me pas në bibliotekën e tij. Nuk do të zgjerohemi shumë, do t'i kalojmë hadithet si shpejt. Nuk ka ideja na këtu me mbajt ligjërata akademike, ideja është me lexu hadithet e pejgamberit alayhis salam edhe me u ndal në ato mësime dhe dobi që janë të rëndësishme për ne. Por paraprakisht më lejoni t'i lexoj 4-5 paragrafe prej parathanjes të Imam Neveviut që ka bën këtë libër. Masi e falendron Allahun Gjelle wa Ala, e dërgon salavat me pejgamberin ton alayhi salatu wassalam, thot Allahu ka thonë në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." I përmend dy ajetet 56-57 Dhariyat, ku Allahu thot: "Nuk i krijova njerëzit dhe gjinët për asgjë tjetër vetëm se ata të më adhurojnë mua." Vazhdon Allahu thot: "Unë nuk po kërkoj prej tyre ndonjë pasuri, as nuk po kërkoj ata të më ushqejnë apo të mbëjnë ndonjë dobi. Allahu veç një sende ka kërku prej neve, me ju dorëzu ne atij, me ju nënshtru atij, me ju bë teslim e me bë ibadet Allahun një te baraka wa taala." Thot Imam Neveviu, ky ajet na tregon në mënyrën më të thjeshtë, në mënyrën më të qartë, pse Allahu na krijoi në jetën tonë neve në këtë botë. Ajeti na tregon se Allahu na sjelli në jetën e kësaj bote gjithë neve me njoft Allahun një, me ju dorëzu atij, me ju nënshtru dhe me adhuru vetëm atë dhe askën tjetër pas tij. Prandaj kjo, thot Imam Neveviu, tregon se ata të cilët janë të mençur, ata që janë vigjilent, ata e kanë kuptu sakt dhe drejt qëllimin pse kanë në këtë botë dhe nuk hutohen e nuk mashtrohen mas kënaqësive e dëshirave e të mirave të kësaj jete në dunja, por përballë të mirave të kësaj dunjaje sillen me modesti. Pastaj e përmend ajetin 24 Yunus, kur Allahu te baraka wa taala na jep një shembull ku i përngjan dunjaja edhe të mirave të kësaj dunjaje, dhe pastaj e përmend edhe një poezi dhe tutje, thot rruga, çush ka thot tash, thot Imam Neveviu rahimahullah, rruga më e sakt, rruga më e qëllume, rruga më e drejtë për me shku të Allahu, me i fitu gjennetet e ti, me i fitu razin e ti, është me ecë rrugës pejgamberit alayhis salam. Allahu akbar. Rruga me sakt, rruga me drejt, rruga me qëllume, me i fitu razin e Allahut, me i fitu gjennetet e ti, me mirësit e ti, është me ecë rrugës pejgamberit alayhis salam. Prandaj thot ky hoxhi i madh, autori i librit, thot prandaj unë e kam përmbledh këtë libër duke i radhit shumë fjalë të pejgamberit alayhis salam, të cilat lidhen me kapituj të ndryshëm nga jeta jon, të cilat kapituj do të na mësojnë sinqeritetin me Allahun dhe punët e mira, do të na mësojnë rrugën e pendimit dhe tëubës e kthimit tek Allahu dhul xhelal, do të na mësojnë çdo gjë e cila neve na zbukuron e na stolis edhe në anën e jashtme edhe në anën e brendshme. Dhe në fund ky hoxha e ka një kërkesë për gjithë neve, se në fund parathanjes e ka një kërkesë, thot gjithë ata që e lexojnë këtë libër, le të luten për mu, e për prindët e mi, e për hoxhallarët e mi,
Prandaj po e lutim të madhin Allah te baraka wa taala që Imam Nevaviun Allahu dhul Gjelal me e bo bashkë në xhennet me pejgamberin alayhis salatu wassalam. E zbashku edhe prindët e tij, e hoxhallarët e tij, e gjithë neve e prindrit tonë, e hoxhallarët tonë, ja Rabbel Alamin. Të dashurit e mi, kapitulli i parë i ka 13 hadithe. Kapitulli i parë, sonde do të mundohemi një 5 hadithe, 5 apo 6. Kapitulli i parë e ka titullu Imam Nevaviu, kapitulli i cili flet për sinqeritetin dhe për njetin, qëllimin i cili duhet të jetë prezent para neve, para çdo vepre, para çdo pune, para çdo fjale, para çdo mendimi që ne e kemi. I përmend 3 ajete fillimisht. Shiqeni vllazën metodologjin edhe stilin e ulemave të hershëm kur kanë shkruar libra. Kur kanë folë për një çështje, fillimisht i kanë përmend ajetet e Kuranit që flasin për atë punë, pastaj i kanë radhit fjalët e pejgamberit alayhis salam. Imam Nevaviu e përmend ajetin e parë, ajetin 5, el-Bayyina, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim. Thot Allahu dhul Jalal, ata na nuk i urdhëruam me asgjë tjetër, vetëm se të jenë të sinqert me Allahun, të jenë të sinqert kur e falin namazin, kur e japin zakatin e kështu me radhë. E përmend ajetin tjetër 37 Hajj. Thot Allahu dhul Jalal, lan yanala Allah luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Allahu thot, ju që po i preni kurbanat për hatër të Allahut, mishi dhe gjaku i kurbanit mos mendoni se shkon tek Allahu, por tek Allahu shkon devotshmëria dhe sinqeriteti juaj. Në të çdo punë që e dojmë ne, edhe kurbanin tash pa edhe pak javë që kem me ardhë, inshallah kam në ardhë kurban Bajrami, e bojmë për Allahun te baraka wa taala. Dhe e çojmë këtë ibadet dhe e prim kurbanin me sinqeritet për hatër të Allahut te baraka wa taala dhe duke e thënë urdhën e Allahut në vend. Të dashurit e mi, sinqeriteti është gjëja më e rëndësishme që duhet të i paraprin çdo vepre. Njeti. Vendi i njetit është zemra. Vendi i njetit është zemra. Prandaj të dashurit e mi, njeti i sinqert, qëllimi i pastërt, njeti i kullum, për i çfarë do lloj motivi që mundesh ti me pas në jetën e kësaj bote, i jep kuptim, i jep pesh, i jep vlerë asaj pune që ti e bën. Madje, mos harro çto më rëndësi, madje ki kujdes. Njeti dhe qëllimi i pastërt, edhe gjërat e rëndomta, edhe veprimet e zakonta mund t'i kthen në ibadet. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Njeti dhe qëllimi i pastërt dhe i sinqert, duke e kërku razin dhe kënaqësinë e të madhit Allah Jalla wa Ala, edhe veprat e rëndomta, punë të thjeshta që s'kan lidhje me halal e me haram, i bën ibadet. Dhe këtu ulemaja kanë përmend një rregull më rëndësi. Kujdes. Kujdes. Kur po them kujdes, po kërkoj vëmendje. Ulemaja kanë thonë, ata njerëz, këtu muhabeti për besimtar, ata besimtar dhe ata musliman që nuk e kanë gajle sinqeritetin në ibadet dhe në veprat mira që Allahu i dën, këta janë shumë larg prej mejdanit që veprat e rëndomta me i shëndru në ibadete. Një vëllezër dhe mi dashur, sa largo xheneti prej neve. Këgja vështirë është me i fitu xhenetet e Allahut. Madje me mundin ton, me veprat tona, me punë tona, asnjëri prej neve nuk mundet me i fitu xhenetet e Allahut. Por
me lejen e Allahut, me rahmetin e tij, me mirësitë e tij, do të afrohemi te xhennetet e Allahut. Do t'i fitojmë inshallah taala. Edhe kjo rrugë e gjatë, ky udhtim i vështirë. Kush janë njerëzit më të mirë në dunja? Prej Ademit a.s. e deri te njeriu i fundit, kush janë njerëzit më të mirë, të dashurit e mi? Më të mirë të njerëz janë pejgamberët e Allahut. Prej këtyre njerëzve më të mirë në mesin e pejgamberëve të Allahut, zotëritë e pejgamberëve të Allahut në ditën e Kiametit janë të shqetësuar edhe kanë ngajle shpirtin e tyre dhe kanë me thonë në ditën e Kiametit, nefsi, shpirtin jem, shpirtin tem, të lashën teme, kom të lashë une. Kur këta njerëz më të mirë të pejgamberëve të Allahut, më të mirë të pejgamberëve të Allahut, në ditën e Kiametit, pas kanë të lashe, pas kanë shqetësim, unë edhe ti kush jena, për plot gjunahe, për plot mangësi, për plot të lashe, për plot behone, për plot. Prandaj mjeti i fuqishëm, kujdesi për qëllimin e pastër, të tërkohën me qeni kujdesshëm, tërkohën me pas në vëmendjen me pas të ato që na i ka premtu Allahu dhe pejgamberi para se me boni punë. Për shembull, pejgamberi alayhis salatu wassalam thot ata që marrin avdes në dunja dhe ata që i bin sejdë Allahut në dunja në namaz, nesër në ditën e Kiametit kur dalin para gjithë njerëzve, ata janë të veçum, janë të veçantë nga lluku i tyre, pamja. Thot vendi ku kanë bërë sejdë, vendi, balli, edhe pjesët e trupit që kemi marrë avdes na bojnë dritë. Allahu Ekber. Sa rëndësi të madhe ka sa ti merr avdes me kujtu këto që ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Vëmendja. Ose sot kur e ke falë namazin e sabahit dhe janë në xhami, herët, terë, qetësi, me kujtu ato që ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, myshde, si hariq për ata që ecin në errësirën e sabahut kur shkojnë me falë namazin e sabahut. Do të thonë vëmendja. Kjo vëmendje të bën ty me pas të freskët edhe në kujtes qëllimin e pastër, njetin. Për ato që të ka premtu i madhi Allah dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam. Prandaj të dashurit e mi, me njetin e sinqert, me punë të mira e të bardha, krejt këtë udhtim të gatë, këtë rrugë të vështirë të Allahu, kemi me kalu inshallahu taala. Hadithin e parë që e ka përmend Imam Neveviu është hadithi i Omerit të madh radhiyallahu anhu, që gjithë e dini, ku pejgamberi alayhis salatu wassalam thot Omeri e kam dëgju pejgamberin alayhis salam duke thënë, veprat shpërblen sipas qëllimit, çdo njeri prej juve i takon ajo çfarë ai ka për qëllim, ato çfarë ka në jetë. Kush shpërngulet dhe e merr rrugën e hijretit për hatër të Allahut dhe pejgamberit, shpërngulja e tij dhe hijreti i tij do të jetë për Allahun dhe pejgamberin, ndërsa kush shpërngulet e lën Mekën e shkon në Medinë për ndonjë qëllim tjetër, apo për ndonjë motiv tjetër, apo për ndonjë dëshirë tjetër, apo ndonjë grume e martu, hijreti dhe shpërngulja e tij do të jetë për qëllimin dhe motivin që ati i ka paraprit. Hadithi është i vërtetë, transmeton edhe Imam Buhariu edhe Muslimi. Hadithi është i madh. E keni dëgjuar jam shumë i sigurt, dhe kjo hadith është shumë bazik. Bile ulemaja kanë thonë, 4 janë hadithet mbi të cilat ndërtohet e tërë feja islame, një prej 4 haditheve themeltare, bazike, është edhe ky. Tregohet se thuhet një prej arsyeve që ka dhënë pejgamberi alayhis salam, një sahabe kur ka ikë prej Mekës me shku në Medinë te pejgamberi alayhis salam, nuk e ka pas qëllimin me shku pranë pejgamberit dhe me jetu jetën me pejgamberin dhe rrugën e Allahut dhe me ndihmu rrugën e Allahut, po
ajo si me thonë e fejumja e ti u shku, e ai tash për mu martu me të fejumin e ti, edhe ajo shku pe i Mekës Medine. Pra na e ka përmend pejgamberi alayhis salam një motiv të tillë, por njerëzit mund të kenë lloj-lloj motive. Këtu është përmend hijreti, po kjo nuk është specifike, por është e përgjithshme. Çdo punë që e bën për hatër të Zotit dhe në jetin, qëllimin e ki për hatër të Allahut, me fitu kënaqësinë e Allahut, razinë e Allahut, ki mu shpërbly për atë njetë që ki, për atë qëllim që ki, për ato motive që ki. Prandaj njeti të dashurit e mi është shumë i rëndësishëm. Njeti është shumë i rëndësishëm. Nashta është më rëndësi më ndalë të kjo që pejgamberi alayhis salam e ka përmend, ai i cili shpërngullet dhe e merr rrugën e hijretit për hatër të Allahut dhe të pejgamberit alayhis salam. Shpërngulja edhe hijreti është tri lloje. Kur ne e braktisim një vepër, një punë, 2 kur e braktisim një vend, dhe 3 kur distancohemi prej një personi. E para, kur e braktisim edhe largohemi prej një vepër, prej një punë, për hatër të Zotit. El muhajiru men hajara ma naha Allahu anhu. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, muhaxher i vërtet është ai i cili i braktis ato që Allahu i ka ndaluar. Me braktis edhe me elon një punë, edhe një vepër që Allahu ka ndaluar, për hatër të Allahut, kjo vepër e dashur të Allahut, gjithsesi. Ndonjëherë, lloji i dytë do të mu largu prej një vendi, aty ku s'mundesh me jetu, aty ku nuk mundesh me jetu lirshëm fenë e Allahut, aty ku s'mundesh me e bo namazin, aty ku nuk mundesh me ngjinu, aty ku nuk mundesh me lexu Kur'anin, aty ku nuk mundet gruaja dhe vajza jote me vendos shamin, aty ti do të mu largu prej atij vendi, se aty nuk mundesh me jetu fenë e Allahut. Por edhe në një vend ku ka krime e të këqija e harame, ndoshta edhe prej atij vendi do të mu largu. Sikur ai burri që na ka tregu pejgamberi alayhis salatu wassalam, që i ka vrarë 99 veta, apo edhe ka vrarë 100-tin. Çka i ka thonë ai hoxha i meçëm? Pendimin e tij me çka e ka lidh? Ka thonë dush mu largu pe këtij vendi, mu shpërgu se ky vend këtu ka fesat. Këtu po vraka njerëzit, pas ka fesatçi, pas ka harama, pas ka largov gjeni vend më të mirë. Për me të ndihmu, për me e bo tëubën e vërtet. Allahu Ekber. Sigurisht se tash dikush, unë kur i përmenda 2-3 elemente se këto janë tema, edhe janë tema komplekse të mëdha, edhe ka shumë mesele, dikush thot a thu hoxha përmendi një farvendje, a thu na vendi jon këtu qysh, na këtu kurnojmë, a mundë me jetu si musliman këtu në vendin ton, a jena musliman, a do të mu largu pikve? Jo, ne jemi musliman. Këtu vendi jon, shteti jon, ne jemi musliman. Pasha Allah, në qërë këtu i kena do vlazën që jetojnë në Evropë, këta i merë malli me e dëgju ezanin 5 herë. I merë malli. Këtu në vendin ton, në këtë Kosovën ton, 4 cilësh e ndinë ezanin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Vlazit edhe motra tona këtë janë musliman, kanë gjunahë, nuk din, kanë gabime, kanë gjunahë të mëdhaja, por jemi vend musliman, po na do të punojmë, ti mësojmë njerëzit, ti vetëdijsojmë njerëzit, tu mësojmë të mirën, tu mësojmë të keqen, që të largohen prej të keqes, ti urdhojmë punë të mira, ti ndalojmë nga e keqja, se ky vend nuk është vend jo i musliman, vendi muslimanëve është. Ne musliman, është vendi i muslimanëve. Allahu e boft këtë vend dhe këtë tokë me qenë vend i sejdës, vend i minareve, vend ku thirret ezani, vend ku lexohet Kurani, ku bihet sejdë deri në fundin e kësaj bote, ja Rabbel Alamin. Hadithi i dytë që ka përmend Imam Nawawi rahimahullah është hadithi Aishës radiallahu anha. Thot Aisha radiallahu anhu, ka thonë pejgamberi alayhis salam, thot
do t'i drejtohet dhe do t'ja mësyn Qabes një ushtri e madhe me e renu Qaben. Kur ajo ushtri e madhe e cila o mësy me e rëzu Qaben arin në një vend të gjërë, që thojmë na gjën e gatë, ushtri e madhe, Allahu dhul Gjelal të parin edhe të mramin e kësaj ushtrie e shembë. Kër e dëgjej Aisha radiallahu anha, nana jonë, këtë informacion të pejgamberit, tha ja Rasul Allah, qysh Allahu e shem tokën, e ajo ushtri shumë e madhe, që tha pejgamberi, dëgja, do të me lexu me vëmendje, një ushtri e madhe, do të mësyn dhe do t'i drejtohet Qabes me renu. U nisën ata. Kur do të mbrin në një vend, ku toka është shumë e gjerë, që tojmë na gjën e gatë, në ato momente, Allahu e shem tokën. Aisha tash e bën një pyetje me të drejtë, thot ja Rasul Allah, e si Allahu e shem tokën kur aty ka njerëz dhe viktima? Njerëz që kanë tregtar, njerëz që kanë dyqane, njerëz që nuk janë pjesë e kësaj ushtrie, që janë nisë me shku me rëzu Qaben. Dikush hanë në pazar, dikush dalë në furrë, dikush... Çka tha pejgamberi alayhis salam? Kjo tash lidhet me temën tonë. Pejgamberi tha edhe një herë e konfirmoi. Tha i pari edhe i mrami krejt në atë vend kush është toka i përbin, shembët toka, ndërsa ata që nuk janë kon të këqi, edhe ata që nuk kanë pas hise edhe njetin me rëzu Qaben, edhe ata që nuk kanë ndihmu në asnjë formë direkt apo indirekt, ata do të qohen para Allahut me njetin e tyre. Apo shen njeti? Apo shen njeti sa është më rëndësi? Por edhe kontributi. Dhe ulemaja këtë hadith, do më shqeqoni Imamu Nawawi rahimahullah, sa i hol ka qenë, do më thonë qëfar djetari, i hol. E para, dobija e parë, pejgamberi alayhis salam na tregon se para ditës kiametit, një ushtri e madhe ka me mësy me rëzu Qaben. Kjo tregon se muslimanët janë shumë dopt. Kjo mund të tregon se edhe nuk ka ndonjë ushtri serioze që mundet me i dalë përpara edhe me i bë ballë, edhe me i thonë kësaj ushtrie, këtyre armiqve të fesë islame, ku jeni nisë bre? Ju e dinin historinë islame shumë herë, ka personazhe që janë mësy me rëzu Qaben, po Allahu e ka mbrojt. E treta, pejgamberi tha, ata që nuk janë fajtorë dhe të përlym me këtë qëllim të keq me rëzu Qaben, kanë muqu për Allahut me njetin e tyre. E katërta, për ty dhe për mu vrejtje. Shumë më rëndësi është në asnjë herë dhe në asnjë rrethon mos me ndihmu të keqen, qoftë edhe në mënyrë indirekte apo edhe pa dashjen tonë. Kuptoje? Vrejtje më rëndësi. Unë dhe ti, të dashurit e tu, evlatët e tu, familja jote, është shumë më rëndësi në asnjë herë mos vendon me ndihmu të keqen, me ndihmu luftën kundër fesë, me dëmtu fen, me përhap të keqen, me përhap haramin në asnjë formë, është shumë më rëndësi. Se toni e merr atë hisën e keqe e udhu billah. Prandaj pejgamberi tha se cili ka me darë para Allahut me njetin, edhe hisën e tij çfarë e ka pas. Hadithi i tretë është hadithi Aishës prap, ka thonë pejgamberi alayhis salam, la hijrata ba'da al-fathi, masi u çliru Mekka, edhe ka hi pejgamberi alayhis salam Mekë, edhe i ka largu idhujt, putat, zotan të rejshëm, idhujtarin, kufrin, shirkun. Ka thonë nuk ka mo nevoj me ardhë në Mekë, u shliru Mekë, nuk ka hijret mo në Mekë, tash janë musliman. Walakin jihadun wa niyya. Mekja u pastru. Nuk ka nevojë më tash mu largu prej Mekës me lyp një vend tjetër musliman. Sot ka marr fund hijreti në raport me Mekën. Por mas sotit ka dy gjëra që tha pejgamberi mbesin deri në ditë kiametit. Jihadi edhe njeti. Shqoni, njeti, tërkohën njeti më rëndësi, tërkohën qëllimi më rëndësi, se ti me njetin tënd, me qëllimin tënd, edhe shpërblimin e shahidit, edhe nëse vdek në shtratin tënd,
bënd e arin. Çka thot pejgamberi alayhis salatu wasalam? Ai I cili është I sinqert te Allahu me njetin, dëshirën, vullnetin, ëndrrën e tij, me vdek shahid në rrugën e Allahut. Nëse është I sinqert, edhe nëse nuk vdek në luftë, edhe nëse vdek në shtratin e tij, Allahu ja mundson me arrit këtë grad me njetin e tij. Allahu akbar. Allahu akbar. Wa idha stunfirtum fanfiru, përfundon hadithi, e thot pejgamberi, e kur t'ju thirin dhe të bie kushtrimi për luftë në rrugën e Allahut, atëherë përgjigjoni kushtrimit. Sot muslimanët për fatkeq nuk guxojnë me Ira ka kjo rrugë sot. Muslimanët ka rruga e xhihadit hiç nuk guxojnë me Ira. Aq shumë I ka mlu poshtrimi e turpi e mbarja, sa që nuk pse ne lejojmë xhihadin me na konceptu dhe me na spjegu armisht e fesë. Kur thom armisht e fesë, ju lutem, nuk jam duke e përdor këto as me gjuhë të urrëties, as mënyrë pejorative, por Islami ka kundërshtar. Pse ne muslimanët, nuk po flasun për ne këtu në vendin tonë, unë tash po flas kuptimin global. Pse muslimanët sot janë të pafuqishëm dhe ju mungon dinjiteti dhe krenaria dhe lejojnë që kundërshtarët e fesë me konceptu xhihadin, ata që shtojnë, e jo nuk e spjegojnë muslimanët cili o xhihadi, se xhihadi është rahmet. Xhihadi ka dy objektiva kryesore: adhurimin e Allahut një, edhe drejtësim. Mos me pas pa drejtësi, mos me pas zullum. Xhihadi është kundër zullumit. Xhihadi kërkon drejtësi. Prandaj krishterët e Jerusalemit, në atë ku I kanë thonë Ilia ka pas emrin Jerusalemi, I kanë shkruar letër Hazreti Omerit, apo vjen e vendose sistemin edhe administratën e Kur'anit se s'po mundem me I bo ball zullumit, po na bojnë zullum, taksa, tokat po na I marrin, me nder para ju po na njerëzojnë gratë, vajzat. Kanë çu letrat ekzistojnë sot në arkivat evropiane, janë letrat dërshkrimi. Se kena dëgju se ju një drejt, kena dëgju se ju nuk I bëni zullum kërkuj, kena dëgju se ju e ndenoni edhe ja respektoni besimin edhe fen tjetrit. Po, feja islame. Prandaj muslimanët po bojnë gabim. Pse po lejojnë kundërshtarët e Kur'anit e pejgamberit me konceptu xhihadin qysh ata kanë dëshirë, e pse muslimanët s'po I tregojnë se jo, konceptet jo këto. Kjo është e vërteta. Jo propaganda dhe shpifjet të cilat I adresohen kësaj çështje. Dhe hadithi I katërt dhe I pesti, shpejt, hadithi I katërt është hadithi I Xhabirit radhiyallahu anhu, ku pejgamberi alayhis salam me rastin e luftës së Tebukut. E kena bisedu për luftën e Tebukut. Lufta e Tebukut ka qenë një pjesë provave më të mëdha në Medinë. Se diku 800 km është për Medinës Tebuku, ka qenë kufiri zyrtar me perandorin romake. O kun mesi I verës, nxet, 15 ditë kanë bo me shku, në vapën më të madhen, edhe s'ka pas luftë në fund, s'ka pas luftë. Po Allah I ka qitë në sprov, e kur jo nis për me shku në Tebuk, pejgamberi rrugës ka thonë, rrugës të shku me sahabe, me shokët e ti me ushtar, ka thonë, inne bil medineti la rijalen. Thot I kena lënë në Medinë do bura, krejt këto rrugë, e krejt këto kilometra, e krejt këto lugina, e krejt këto bjeshk që po I kalojmë, edhe pse ata jonë në Medinë e nuk jonë me ne, shpërblimin e kanë barabart me ne. Shpërblimin e kanë barabart me ne. Se thot disa nuk kanë mujt me ardh me ne se I ka pengu smundja, disa kanë pas arsy, dikush s'ka pas deve me ardh, dikush s'ka pas kali, dikush s'ka pas pare me ble shpatin.
Po shiqoni njeti, domthon, tërkohën tema jonë është sinqeriteti. Njeti, ata porin Medine, këta të shkretit 15 ditë pulltojnë 800 kilometra. Dhapa më e madhja, kulmi i nxehtit, kulmi i verës, pejgamberi thotë ata janë të ndajt Medine në hije, në fllad, po shpërblimin e kanë barabart me ne. Sa ata nuk koncisionar me ne që s'kan dashur, po e kanë pas një arsye, ka pas një yzër. A njeti, ata me njeti ty në me ne më konë. A përshë një vazën sa rëndësit madhe ka? Prandaj ti bashkë me mu këtu pipes, nëse e ki njetin e sinqert, për shumë punë, sot ka shumë ngjarje të dhimbshme në botën islame që duhet me të çajt zemra. Sot ka shumë ngjarje të dhimbshme në botën islame, gjithandej ummetit që duhet me çajt zemra. Nëse je i sinqert dhe të çon zemra, nuk ka nevojë me çaj publikisht. Allahu atë zemër të përvlume e regjistron Allahu këtë vepër tëndën. Edhe nesër kur del para Allahut e kia atë vepër. Ma e menta. Kështu njëjtë sikur pejgamberi thotë, janë do burra në Medinë. Ata nuk janë me ne, po krejt këtë rrugtim që po e bojmë, ata janë sikur me kenë me ne në shpërblim, asgjë mungur nuk kanë në shpërblim tek Allahu te baraka wa taala. Dhe hadithi i 5 dhe i fundit për sonte, po mundona mos më zgjat, është hadithi e Ebi Yazid. Është interesant një ngjarje mes babës dhe djalit. Këta dy të shokët pejgamberit. Ebu Yazidi baba me ani djali. Ebu Yazidi një ditë i alen disa dinar të arit një personi thot jepi sadaka. Shkon djali, paret që ja ka jep baba ati njerit me jep sadaka, ja merr, thot ami këto janë paret e babës tem. Edhe ai zotnia i tregon babës djalit, thot erë djali dhe i mor paret. I dhënohet baba, thot ka me shku mu anku te pejgamberi a.s. për ty që ka mbone. Ka me të bo daf te pejgamberi, baba për djalin. Kur shkojnë te pejgamberi a.s. edhe ja tregojnë ngjarjen, shqeqani si e zgjidh pejgamberi problemin. I thot babës, ti e ki shpërblimin edhe sevapin për ato që e ki pas njetin. Aja kalon do dinar, një zotnis, në xhamit pejgamberit, shko jep sadak. E i thot djalit, thot edhe ti e ki shpërblimin, ashtu si e ki pas njetin, pse e ki marr parat e babës. E zgjidhi problemin për ditë. U pajtun. Që ka nevojë pak mu spjegu. Qysh kjo? Edhe një herë. Baba, tash ulemaja thonë ka mujt më kom kjo zekat. Mund të jetë zekat, mund të jetë sadaka. Një njeri në xhamit pejgamberit e ka autorizu që atë zekat ose atë sadaka më jep dikuj, ose ai personi ka mujt me qenë vetë nevojtar që ja ka jep atij. Kritojnë opsione thonë ulemaja. Po kur ka dëgju djali shkoi ka marr parë, ami këto parë të babës tam janë. Ai ku anku te pejgamberi, babën e ka qetësu, ka thonë, e ke pas njetin këto pare mi jep, kofshin zekat, kofshin sadaka, që ato që kanë qenë. Ashtu që ke pas njetin, e jonë për ty. Kjo puna di ku i përngjan, që ka kanë thonë ulemaja. Ku i përngjan kjo punë kanë thonë ulemaja, e ke boti një punë të mirë. Koft sadak, koft zekat. Mas 5 vjetëve ki marrë vesh, që atje ku i ki quparet ti, ose që atje ku i ki bu njetë mi quparet, si është kuparet. E kuptove? Që ati ku e ki bu njetë me quparet ti, e ki marrë vesh mas 5 vjetët, s'ko kanë shkuparet. Përgjigja për ty është që e ka dhu pejgamberi babës, ti e kish përblimin për ato që e ki bu njetë. Allahu Ekber. Mirë, e këtë djali që u shku mi marë parët e babës, a ka bo gjuna? Ja, se edhe këti pejgamberi alisami tha, edhe ti e ki shpërblimin për ato që e ki pas njetin. Kanë thonë ulemaja, a bën baba mja job zekatin djalit? Mesele. Qëtu ulemaja kanë spjegu, Ibn Uthejmini, kanë thonë ulemaja, a bën djali mja job zekatin babës? A bën djali mja job zekatin babës? Ha? Jo. Djali me jep babës zekatin, haram, nuk bën, djali du të me këqyrë babën. A bën baba me jep djalit zekatin? Bën, po kanë thonë ulemaja me një kusht. Jo baba me bo hile, me jep zekatin djalit, e në emër të zekatit mi thonë tash unë nuk kam obligim ty me
me të shkolluar, me të këshyre, me të mbajt. Ja, baba obligimin ndaj evladit e kryn, por nëse djali e ka pas një aksidente, u ka bosh me vetur, zotin arrujt aksidente, o hi bërgje, thot çepa të japi zekat me të ndihmu, po kjo nuk e liron babën prej obligimeve si prind. Allahu Ekber. Shin sa e bukur feja jon, sa e lehtë është feja jon. Allahu na mësoft rrugë të mbarë, rrugë të mirë. Kërkoj falje se zgjatëm, po në herën tjetër do të jemi më të shkurt, se nuk e kemi parathanin, nuk e kemi jetën e Imam Nevaviut. Edhe një herë Allahu e qoftë në xhennetin më të lartë, Imam Nevaviun, së bashku me pejgamberin alayhis salatu wassalam, prindrit e tij, hoxhallarët e tij, ne, prindrit tonë dhe gjithë hoxhallarët dhe mësuesat tonë, ya Rabbel Alamin. Kërkoni falje për veten dhe familjen tuaj. Astaghfirullah wallahu ta'ala ala wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.